Drejtori i Drejtorisë së Pronës së Gjeodëzisë dhe Kadastrit Fatmir Azizi, gjatë paraqitjes së raportit 3 mujor të punës, tha se kjo drejtori ka arritur që t'i përfundojë shumicën e lëndëve dhe kërkesave të pranuara për shqyrtim. Sektorin e gjeodëzisë kemi pasur 411 kërkesa vetëm këtë periudhë 3 mujore. Për të gjithë këtyre lëndëve që kemi pasur disponim, rezulton që kemi arritur të kryejmë 95%, kurse në sektorin e pronës kemi pas 56 kërkesa, ku është pak një lami pak më e komplikuar për shkak të uzurpime. Kemi pas uzurpime 30 kërkesa kemi pas për uzurpime, kemi kry domon 18 që kemi kry uzurpimet i kemi largu dhe 12 janë procedurë. Sipas Azizit, në periudhën e fundit janë rritur kërkesat që kanë të bëjnë me lëndet e shpronësimit të pronave private, që preken nga ndërtimi i autostradës Prishtinë-Shkup. Sa u përket çështjes së pronave të uzurpuara publike, Azizi tha se për lirimin e tyre, deri sot nuk kanë hasur në ndonjë pengesë serioze. Në momentin që neve na vjen informacion që është një pronë e uzurpuar, e kem ekipin e specializuar për atë, dalin në teren e shohin gjendjen. Dhe në momentin që vërtetohet që është pronë komunale, ne bëjmë një vendim, drejtoria jonë, dhe e çojmë te ekzekutor për ekzekutimin e vendimeve. Edhe në këtë rast nuk kemi mëshirë në këtë kuptim se prona është publike dhe nuk gëzon të uzurpohet. Komuna e Ferizajt për shpronësime ka ndarë nga buxheti 300.000 euro, por në drejtorinë e pronës së gjeodëzisë dhe kadastrit thonë se kjo shumë nuk i plotson të gjitha kërkesat e parashtruara, andaj presin që me rishikim të buxhetit të sigurohen fonde të mjaftueshme për procesin e shpronësimit.